Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se po dyshohet që ditëve të fundit ka pasur fluturime të dronëve që vinë nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës. Ai tha se policia e Kosovës është në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in dhe se po bëjnë monitorimin e situatës. Hoxha tha se këto lëvizje mund të jenë të rrezikshme për pjesën e kufirit, por jo për qytetarët e Kosovës, sepse policia i mbron ata. Ai theksoi se për këtë çështje përveç KFOR-it janë njoftuar edhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Hoxha, ditëve të fundit kemi pasur fluturime të dronëve që dyshohet se vijnë nga Serbia. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime të dronëve që po dyshohemi që vijnë nga territori i Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in dhe jemi duke bërë monitorimin se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme për pjesën e kufirit, por për qytetarët tanë jo. Ne jemi duke i monitoruar, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësi e KFOR-it. Ne kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tanë. KFOR-i është përgjegjësi e tyre dhe janë duke punuar në këtë drejtim, tha Hoxha. Këtë deklarim, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës e bëri pas organizimit të shkatërimit të disa armave ilegale në Prelez të Ferizajt. Përveç kësaj çështje, Hoxha u pyet nëse do të zbatoj urdhrin e gjykatës që ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla dhe të tjerët të sillen në gjykatë me urdhëres nëse nuk marrin pjesë në seancë për gazin lotësiellës. Lidhur me këtë, Hoxha tha se beson që ministri Zveçla do t'i përgjigjet vetë ndaj kërkesave të gjykatës. Besoj që ministri do të përgjigjet për këtë punë vetë, tha Hoxha ndër të tjera.